Tragjedi në ajër, rrëzohet një avion, nuk ka të mbijetuar. 2 persona kanë humbur jetën në një aksident ajror që ndodhi mes komunave Crescentino e Livorno Ferraris në Itali. Viktimat janë babë e bijë, të cilët humbën jetën pas rrëzimit të një avioni të vogël me të cilin ata po udhëtonin. Avioni raportohet të ketë rënë me shpejtësi të lartë në tokë dhe më pas ka shpërthyer në flak. Në vend ngjarje shkuan menjëherë zjarrfiksit dhe efektivët e policisë që po hetojnë për shkaqet e këtij aksidenti të rëndë.